Tani me që pijet e lajthizës i pimë, unë besoj që jeni gati për të parë Vox Popin dhe gjeni kush është rikthyer rrugëve të Tiranës. Unë jo, ai jo, ti. Jam rikthyer unë pas kaq shumë kohë më kishte marrë malli. Sheku i ko. Më kujton kur pyesja Rozana apo Gerta. Ato divat e Durrësit. Por këtë herë kam pyetur për një div të re e cila është në lulëzim e sipër. Është Katerina e Përputhën, e keni parë çfarë ka thënë? Super personazh. Nga Greqia. Nga Greqia. Sikon se unë erdha nga Greqia dhe s'di të flas mirë skip. E di që unë kam gjetë versionin mashkull të kësaj meme. Vërtet? Po, për zotin, shiheni dhe rikthehemi në studio. Hey njerëz të bukur, sot kanë dalë në shesh pas kaq shumë kohësh për të bërë një Vox Pop dhe për të pyetur qytetarët se çfarë mendojnë për deklaratën e Katerinës që nuk e do burrin bregrisur, por e do me shumë lek. Shkojmë. Katerina tek Përputhen tha që unë e dua burrin, tha jo bregrisur po me bankën plot. Çfarë komenti jep? Jam çmend, çfarë të them? Bro. Se ka të drejtë ajo. Mos i rasën. Për atë nuk jam dakord. Si e dakord që të doj shumë lek? Jo. Thonë që dashuria është më e rëndësishme. Po diskutohet, leku vjen një ditë mbaron, ku do jetë dashuria pastaj? Dashur me lek shumë? Jo, unë kam lek vet. Ku do shkoj dashuria kur të marrë leku? Tani kjo tha dhe një gjë që mua më goditi shumë, tha, e meta ime në një marrëdhënie është që unë dua shumë seks. No. E kupton? Çfarë ti themi në kësaj tani? Çdo, për prandaj do leku thotë. Tani burri jot, ka pas lek burri jot? Burri s'ka pas lek. Po unë e kam dash. E kam dasht. E ke dash. Po. Po tani gocat e reja Katerina të Përputhen thotë se du bregrisur, e du me lek. Çfarë ti themi në asaj? Tani unë nuk e di si e kanë menën njerëzit, po. Ti vetë e ke dash pa lek. Unë e kam dash pa lek. Nuk është normale. Unë dua shumë seks në marrëdhënie, tha. Kush e di si është ajo? Kush e di si e ka hallin? Kush e di si e ka hallin, mos është edhe lesbike. Vetëm lesbike dun seks? Ato duan seks shumë. Po të bëj. A është kjo një emet pra që të dua shumë seks në një marrëdhënie? Është mirë apo është gabim? Po varet nga vetë individi që i ka pëlqyer. Sa herë ke bërë për shembull në javë? Nuk ka probleme Nuk tregon, Nuk ka probleme personale. Tani Katerina të Përputhen tha që unë nuk e dua burrin bregrisur, e dua me lek. Çfarë komenti keni? Mire ka. Ashtu duhet me lek? Me lek. Ti ke pas vet lek? Unë s'kam pas lek, po unë kam marrë fukarak edhe kjo bashkë me mua. Pra e keni bërë lekun bashkë? Mbarëm shkollën e lartë të dy, u martuam edhe krijuam familjen. Qa? Po tani ajo ka të drejtë që e kërkon burrin me lek? Dhe jo bregrisur? Mendimi i saj është erdhi zotni. Mendimi i saj, ta kërkoj si doj, koha. Domon demokracinë e pryk do të mira gjoja dhe gjoja. Ju zojmë se e keni marrë burrin pa lek? Se e doja. Fishe shkollën kisha punë. Se e doja pa lek. Ja që dashuria ekziston dhe pa lek. Katerina do shumë seks, thot. Në Përputhen ajo vajza. Jo seks, ta marrë burrin edhe ta marrë sikuan për të marrë. Ta marrë burrin sikuan. Seksi nuk është i rëndësishëm? Jo, nuk është i rëndësishëm. Merre bën seks ke shtëpia. Të shtëpia, vetëm të shtëpia. Ke shtëpia, rrugëve, ferrave, jo. Okej, faleminderit për mesazhin. Katerina në Përputhen tha që unë nuk e dua burrin bregrisur, e dua me shumë lek. E çon edhe me të trash. Po, çfarë komenti keni? A morale totalisht mos themi morale. Ajo tha unë kam dhe një tmet, tha që unë dua shumë seks në marrëdhënie. E pa ti le të gjej ndonjë artificial, se shumë seks. Lekun ta fitoj vetë, të punoj vetë. Ta fitoj vetë lekun, jo të gjej burri me lek. Jo, burri, Ajo tha unë dua dhe shumë seks ta në marrëdhënie. Nështë i braz pesh, po jo. Tani ajo tha që unë dua dhe shumë seks në marrëdhënie. Ajo... Është një kërkesë e hajrit apo jo? Duhet? As mosha. Me moshë? Se moshë, me moshë, pa tjetër. Pa tjetër, a? Ti kur ke qenë i ri sa ke bërë? Unë kam zënë i dashur, po pa lek. Pa lek, a? Po. Me atë të dashur ke qenë gjithë jetën? Po ja, ma... Sa ke ndruar? Një vetëm atë, ma ne kam arnusën edhe se kam Roma. Unë kam një tmeta, një gabim në lidhje, që dua shumë seks. Aty nuk e ka pas keq. Nuk e ka pas keq. Nuk e ka pas keq. Katerina është një vajzë e re që ka hyrë në Përputhen për të gjetë burr dhe tha unë nuk e dua bregrisur, e dua me shumë lek. Qa me thënë unë si jetoj tu?
Si jetoni këtu? Jo. Ajo tha që unë dua dhe shumë seks në marrëdhënie. Është e drejtë? Të kërkoj një femër këtë gjë, një vajzë? Unë jam moshe në molla, kupton? Që do me thënë? Kom vite që s'jam nuk jetoj këtu, ka kupton? Po gjuhën e kupton, besoj. Po gjuhën e kuptoj, po qa me thonë të... Tani, si që shikon të Shqipërinë, si të duket? Vajzat e reja, Katerina, me këto shembuj që të them unë, qa mendimi ke? Një mendim duhet ta kesh? Sti qa me thonë se unë si jetoj këtu, Allah, unë bona ku e gjatë që s'ri këtu. Kuptoj. Tu e 35 vjetë nuk jetoj këtu, ma, kupton?